socializimi, mas shumë të motivon. Kur pjesa sociale është ndërlidhur me pjesën ekonomike, gjithherë suksesi është i garantuar. Merita Hakiqi, zanatin e rrobaçepsës e mësoi në trajnimin e mbajtur nga organizata Kosova Women for Women, e cila përmes nismave të saj përpiqet të fuqizojë nga ana sociale dhe ekonomike gratë në Kosovë. Merita ka përfituar nga programi ndërkombëtar nga Zvicra, Cartier Filanthropi, iniciativë e cila që nga viti 2017 përkrah gratë sipërmarrëse nga komuna të ndryshme të Kosovës në ndërtimin e bizneseve. Merita thot për 4 Media se pjesëmarrja në kursin për rrobaçepsi ka qenë piknisja e një ndryshimi të madh në jetën e saj. Unë në 2016 kom qenë në Gjermani, edhe jemi konë se 30 dhe sumë, na është ofru si mundësi me kry trajnime kurs ka pos kompjutera, rrobaçepse, trajnimet ndryshme. Unë e kom zgjedh rrobaçepse edhe ja kom po hajrën. 42 vjeçarja nga Fush Kosova thekson se programi ka mundësuar të rrjedzohet me gra të tjera me histori, sfida dhe ambicie të ngjashme. Kemi mësuar shumë sene pikërisht dhe ka pak. Më thonë, ku jemi shku, diçka kemi mësu. Përveç trajnimit rrobaçepsisë. Mas shumë të une që i kushtoj rëndësi, është që kjo është socializimi. Mas shumë të motivon. Se she senet ndryshme. Rrugë t'i ki hapë. Ku jem shkum kam prit mirë. Përmes njohurive praktike dhe mbështetjes së vazhdueshme, sot Merita punon si rrobaçepse, duke siguruar të ardhurat të pavarura dhe duke ndërtuar një profesion që i jep besim dhe mundësi zhvillimi. Kum punu në dhomë, gjumet, 1 vjet, edhe kam që 3 vjet punoj në lëkë. Punoj ndodhe dhe në 2 natës, edhe s'lodhna, kur ka punë. Unë ma shumë s'lodhna kur ka punë shumë, se kur ka punë pak. Si nënë e 3 fëmijëve, Merita ka pasur familjen shtyllën kryesore të mbështetjes, duke motivuar dhe fuqizuar për të ndërtuar të ardhmen profesionale. Jem krenare për punën që e bëj, edhe për krejt çka kam arrit, normal me ndihmën e burrit, të fëmijëve, se në fillimet e mia edhe djali vogël më ka ndihmu. Kemi pununa me një fabrik, me shumic, mi kam punë banes, kur kom fillune, edhe krejt jemi konë familjarisht angazhum. Si të kish përkraje, me vullnet i bën gjitha. Ky partneritet ka përfshirë deri më tani 450 gra pjesëmarrëse, të cilat pas përfundimit të trajnimeve certifikohen dhe inkurajohen të vazhdojnë rrugtimin e tyre profesional në fushat përkatëse. Kuadër të këtij projektit, organizata ofron programin 10 mujor të fuqizimit social dhe ekonomik për gratë e marginalizuar në Kosovë. Programi ndahet në 2 pjesë. Është pjesa sociale dhe pjesa ekonomike. Në kuadër të pjesës sociale, gratë trajnohen në 5 module, ku marrin njohuri bazike për jetën, ndërsa në pjesën ekonomike trajnohen fillimisht një trajnim për biznes. Trajnimi për biznes përfshihet në bazat e biznesit, ndërsa në pjesën ekonomike gratë trajnohen në trajnime profesionale. Gjatë procesit të trajnimit, gratë organizohen në grupe për 25 pjesëmarrësesh, të cilat takohen një herë në 2 javë, duke krijuar hapësira për mësim, shkëmbim përvojë dhe mbështetje të ndërsjellë. Organizata e ofron 4 lloje trajnimi, domethënë është trajnimi hortikulturë, letari, prodhim i qumshtit, kujdesit ndaj fëmijëve dhe rrobaçepsi bazik. Unë gjithë e them, të gratë është shumë e rëndësishme me qenë edhe ekonomikisht të fuqishme. Kur pjesa sociale është ndërlidhur me pjesën ekonomike, gjithherë suksesi është i garantuar. Përmes këtij programi, fuqizimi i grave nuk mbetet vetëm premtim, por shndrohet në aftësi konkrete, punësim të qëndrueshëm dhe shpresë për një të ardhme më të sigurt për to dhe familjet e tyre.